Më falë, nën, më gënjyen. Të kam falur, birim. Në një nga lagjet më të vjetra dhe më me shpirt të qytetit, aty ku rrugicat e shtruara me kaldrëm mbanin ende erën e blirit të pranverës dhe kujtimet e brezave që kishin kaluar, jetonte nën Sofia. Ajo ishte një grua shtatë shkurtër, me flokë të bardha si dëbora e rënë mbi male dhe me duar që i dridheshin lehtë, jo vetëm nga mosha, por nga vitet e gjata të punës së palodhshme dhe sakrificave të panumërta, që nga dita e tmerrshme kur bashkëshorti i saj kishte ndëruar jetë papritur nga një sëmundje e rëndë, e vetmja dritë në sytë e saj, e vetmja arsye që e shtynte të zgjohej në mëngjes dhe të merrte frymë, ishte djali i saj i vetëm, Arbeni. Për Arbenin, Sofia kishte bërë gjëra që pak njerëz mund t'i imagjinonin. Ajo kishte shitur edhe unazën e saj të martesës, bijuteritë e fundit të mbetura nga familja, dhe kishte punuar me 2 apo 3 ndërrime si pastruese në përzyra e shtëpi të huaja, shpesh duke qëndruar pa ngrënë vetë, vetëm që djalit të saj të mos i mungonte asgjë, të kishte rroba të reja si shokët dhe të përfundonte me sukses studimet në universitet. Shtëpia ku ata jetonin ishte një banese vjetër 2 katëshe, e rrethuar nga një kopsht i vogël ku Sofia rriste me shumë dashuri trëndafila të kuqe të bardhë. Nuk ishte një pallat luksoz me mure mermeri, por për Sofian, çdo tull, çdo dritare dhe çdo dërrase asaj shtëpie kishte brenda djersën, gjakun dhe shpirtin e një jete të tërë të kaluar me ndershmëri. Aty kishte rritur Arbenin, aty kishte dëgjuar hapat e tij të parë, dhe aty kishte fshehur lotët e saj kur netët bëheshin shumë të gjata dhe të vështira. Megjithatë, ndërsa Arbeni rritej dhe mbaronte shkollën, diçka e errët dhe e ftohtë filloi të ndryshonte brenda shpirtit të tij. Ambicia e shfrenuar për të dukur i pasur, dëshira për të ecur shpejt në jetë pa punuar fort dhe sidomos ndikimi i një shoqërie të keqe e të cekët, e kthyen atë gradualisht në një njeri materialist, të ftohtë dhe plotësisht mosmirënjohës. Ai filloi ta shihte nënën e tij të moshuar jo më si dritën e syve apo si heroinën që i kishte falur jetën, por si një barr, si një pengesë të turpshme që e pengonte të futej në rrethet e larta të shoqërisë. Gjërat u përkeqësuan akoma më shumë kur Arbeni u dashurua verbërisht pas një vajze mendje madhe dhe egoiste të quajtur Klea, e cila vinte nga një familje që vlerësonte vetëm paranë dhe pamjen e jashtme. Klea i bënte vazhdimisht presion Arbenit, duke i përsëritur çdo ditë se ajo kurrë nuk mund të jetonte në një shtëpi të vjetër e të mykur, e aq më pak me një plak që mbante erë gjell dhe që rinte gjithë ditën me përparse. Ajo i vuri një ultimatum të prerë, ose do të gjente një mënyrë për të siguruar një jetë luksoze dhe për të nxjerrë të ëmën nga shtëpia, ose bashkëjetesa dhe dashuria e tyre do të përfundonte aty përjashtë. I verbuar plotësisht nga ky pasion toksik, nga egoizmi i tij i rritur dhe nga frika e tmerrshme se mos humbiste vajzën që adhuronte, Arbeni mori vendimin më djallëzor që një fëmijë mund të marrë ndonjëherë për prindin e tij. Një pasdite të ftohtë vjeshte, kur shiu po binte me rrëmbim mbi çatinë e vjetër dhe era po rrihte xhamat, ai hyri në shtëpi me një dosje të madhe me dokumente në dorë. Ai u ul pranë nën Sofias, e cila po thurte një triko leshi për të, dhe duke përdorur një zë të rem, të ëmbël e hipokrit, i tha se kishte gjetur një mundësi të shkëlqyer nga një bank për të marrë një kredi të madhe me kushte të lehta, me qëllim që të rregullonin çatin dhe të bënin një restaurim total të shtëpisë që të dukej si e re. Ai i shpjegoi se për të kryer këtë procedurë formale, i duhej që ajo të firmoste disa letra thjesht si bashkëpronare e vjetër, pa pasur asnjë rrezik. Sofia, e cila kishte një besim absolut dhe të verbër të djali i saj, dhe që për shkak të moshës së shkollimit të pakët nuk dinte të lexonte shkronjat e imta e terma të ndërlikuar ligjor, buzëqeshi me dashuri prindërore. I fshiu duart e përparsja dhe me gishtat që i dridheshin mori lapsin e vendosi firmën e saj në fund të faqeve. Ajo nuk e kishte as iden më të vogël se sapo kishte nënshkruar një kontratë durimi dhe kalimi të plotë të pronësisë së shtëpisë ekskluzivisht në emër të Arbenit, duke hequr dorë vullnetarisht nga çdo e drejt banimi apo pronësie mbi atë tokë. Vetëm 2 javë më vonë, pas një paralajmërim, e vërteta e hidhur dhe e tmerrshme shpërtheu si një rufe në qiell të hapur. Arbeni u shfaq në derën e shtëpisë shoqëruar nga Klea dhe 2 burra të tjerë të panjohur me kostume. Në korridor ishin vendosur 2 valigje të vjetra e të grisura. Kur Sofia e pyeti e tmerruar se çfarë po ndodhte dhe kush ishin ata njerëz, Arbeni, pa pasur guximin minimal ta shihte në sy, i tha me një zë të prerë se shtëpia tashmë ishte shitur te një kompani ndërtimi, se pronarët e rinj kishin ardhur për të marrë çelsat dhe se ai me Klean po largoheshin menjëherë jashtë shtetit për të nisur një jetë të re e të pasur. Sofia mbeti pa fjalë. Bota u rrotullua rreth saj,
dhe gjaku ju nri në vena ndërsa pyeste me zërin që i dridhej se ku do të shkonte ajo në mes të dimrit e pas një para në xhep. Arbeni, i nxitur edhe nga shikimet e paduruara e plot përbuzje të Kleas, e shtyu lehtë nënën e tij drejt derës së jashtme, duke i thënë se ajo i kishte firmosur vetë letrat dhe se tani duhet të largohej e mos të bënte më skena të turpshme përpara blerësve. Dera e rëndu përplas me zhurmë, duke u mbyllur përgjithmonë pas shpinës së asaj nëne fatkeqe, e cila mbeti e vetme në trotuar, në një shita akull që po ja ngrinte gjymtyrët, duke shtrënguar në duar 2 valigjet me pak rroba të vjetra dhe një zemër të bërë cope thërime nga tradhtia e djalit që kishte ushqyer me gjakun e saj. Ditët dhe javët e para për nën Sofian ishin një makt i vërtet dhe i gjallë. Pas një të afërm të mbetur në këtë botë, pas një mik ku të trokiste dhe pas një qindark, ajo përfundoi duke fjetur në stolat e ftohtë të parqeve publike dhe në përqoshet e errta të stacionit të trenit, duke u mbuluar me karton për t'i shpëtuar erës së tërbuar. Sytë e saj nuk u than për asnjë moment nga lotët, por ajo nuk qante për urinë, për të ftohtit apo për dhimbjet e kockave. Ajo qante për plagën e hapur në shpirt, për faktin se si fëmia i saj, të cilin e kishte mbajtur në gji, e kishte hedhur në rrugë si një reck të pavlerë. Megjithatë, kur njerëzit të braktisin, Zoti shpesh dërgon një engjëll mbrojtës në rrugën tënde. Një natë të tmerrshme janari, kur temperatura kishte rënë disa gradë nën zero dhe ngrirja po ja merrte frymën e fundit të moshuarës, një burr rreth të 40-tave i quajtur Ilir, i cili menaxhonte një furrë buke të vogël në cep të lagjes, e pa atë duke u dridhur e mbledhur kruspull pranë mureve. Iliri, i cili ishte rritur si jetim dhe e dinte mirë se çfarë do të thoshte të mos kesh askënd në botë, i ofroi një çaj të ngrohtë bimor dhe një rrotull buke të sapo dal nga furra. Kur ai u ul pranë saj dhe dëgjoi me vëmendje historinë tronditëse të tradhtisë së Arbenit, lotët nuk mundën t'i përmbaheshin as atij vetë. I prekur thellë në shpirt dhe i revoltuar nga veprimi i djalit, Iliri i tha nën Sofia se ai kishte një dhomë të vogël, të thjeshtë por shumë të ngrohtë pas furrës së bukës, të cilën nuk e përdorte, dhe i ofroi që të jetonte aty pas një pagesë, e madje, nëse kishte dëshirë, mund ta ndihmonte në furrë duke përgatitur ato pite dhe mbledhësira tradicionale që ajo dinte t'i bënte aq mirë. Sofia e pranoi ofertën me lot mirënjohjeje që i rridhnin mbi faqe, dhe që nga ajo ditë, jeta e saj mori një kthes krejtësisht të papritur. Ajo filloi të punonte çdo mëngjes me një përkushtim të jashtëzakonshëm, duke sjellë në furrën e Ilirit recetat e vjetra të fshehura të gjysheve, me erza e shije unike që qyteti i kishte harruar. Shumë shpejt, aroma e piteve të ngrohta dhe e gjevrekëve të gatuar nga duart e nën Sofias u përhap në të gjithë zonën, dhe njerëzit filluan të mbanin radhë të gjata që paguar dita vetëm për të blerë produktet e saj. Biznesi i vogël i Ilirit u rrit me hapa galopant, duke u kthyer në një nga furrat dhe pasticqerit më të mëdha, më luksoze dhe më të suksesshme të qytetit. Iliri, i cili e donte dhe respektonte Sofian si të ishte nëna e tij e vërtet, i siguroi asaj një jetë të qetë, plot luks, rroba të ngrohta dhe një llogari bankare të sigurt, duke mos e lënë kurrë të ndjente mungesën e asgjëje. Por, pavarësisht rehatisë dhe respektit që gëzonte nga të gjithë, Sofia çdo natë përpara se të flinte ngrinte duar drejt qiellit dhe lutej me shpirt për djalin e saj të humbur, duke i kërkuar Zotit ta falte atë sepse nuk e dinte se çfarë kishte bërë. Ndërkohë, në anën tjetër të botës, Karma po përgatitej të godiste me të gjithë fuqinë e saj të pamëshirshme. Pasi mori parat nga shitja e shtëpisë, Arbeni dhe Klea kishin ikur në një kryeqytet të madh europian, ku filluan një jetë plot shpenzime të shfrenuara, makina të shtrenjta, rroba të markave të fundit dhe darka në për restorante luksoze. Por paratë e fituara mbi lotët, dhimbjen dhe mallkimin e heshtur të një nëne nuk mund të kenë kurrë bereqet apo mbarsi. Arbeni, i rrethuar nga njerëz të rrem që i qëndronin pranë vetëm për paratë e tij, hyri shpejt në rrugën e errët të Bigjozit dhe filloi të bënte investime të gabuara në biznese fantazm. Brenda pak vitesh, e gjithë pasuria e tij u shkri si kripa në ujë dhe borxhet filluan të shtoheshin ditaditës. Kur llogaritë bankare u zbrazën plotësisht dhe makinat luksoze u sekuestruan, natyra e vërtetë e Kleas doli në dritë. Ajo e braktisi Arbenin brenda një nate, duke marrë me vete edhe ato pak gjëra me vlerë që kishin mbetur dhe duke ikur me një burr tjetër shumë më të pasur. I mbetur krejtësisht i vetëm, i zhytur në borxhe me njerëz të rrezikshëm të botës së krimit që e kërcënonin me jetë, Arbeni gjeti ngushëllim të alkooli, gjë që ja shkatërroi plotësisht shëndetin fizik dhe mendor. Ai humbi punën, u dëbua nga banesa e tij dhe për të shpëtuar nga persona që e kërkonin, u detyrua të kthehej fshehurazi në Shqipëri si një klandestin i thyer e i dëshpëruar. Por në qytetin e tij të lindjes, pa para,
pa miq dhe me një emër të njollosur. Askush nuk i ofroi ndihmë. Ai përfundoi duke jetuar në rrugë, i pisët, me rroba të grisura që i vareshin në trupin e dobësuar dhe me këpucë të shqyera që i agjakosnin këmbët. Fytyra e tij ishte plakur me 30 vite para kohe nga vuajtjet, uria e tmerrshme dhe alkooli. Saqë askush për njerëzve të vjetër që e njihnin dikur si një djalë kryelar të elegant, nuk mund ta dallonte më në atë gjendje mizerable. Pikërisht 10 vite pas asaj nate të tmerrshme kur kishte nxjerrë nënën e tij në shi. Fati ose më sakt karma e solli Arbenin të ecte i kërrusur nëpër rrugët e të njëjtit qytet. Në një ditë të ftohtë të akull dimri ku Bora kishte filluar të mbulonte trotuare. Barku po i digjej nga një uri që po ja rrethonte çdo qelizë, pasi kishte plot 3 ditë pa futur asgjë në gojë. Dhe trupi po i dridhej nga ethet e të ftohtit. Ndërsa po kalonte rastësisht pra një fure buke të madhe, moderne dhe jashtëzakonisht luksoze. Një erë mrekullueshme pite të ngrohtë me gjalp dhe erza i goditi hundët, duke i zgjuar me njëherë kujtimet e fëmijërisë. Ishte saktësisht e njëjta aromë unike që mbante shtëpia e tij e vjetër kur nëna e tij gatuante për të me aq dashuri. I shtyr nga një dëshirë papërmbajtshme dhe nga uria që po e çonte drejt vdekjes, ai u afrua te pragu i asaj fure të madhe. Ul në gjunjë mbi trotuarin e ngrirë. U mblodh aq sa mundi dhe zgjati dorën e tij të piste të nxirr nga balta drejt klientëve të pasur që hynin e dilnin me qese plot. Ai filloi të murmuriste me një zë të mbytur, të holle plot turp, duke i lutur njerëzit për një qindark të vetme, ose për një copë bukë të vjetër e të mbetur që ta hidhnin në koshin e mbeturinave. Në atë moment, dera prej xhami e furrës u hap dhe jashtë doli një grua e moshuar, e veshur me një fustan të ngrohtë elegant, me një përparse të bardhë dhe të pastër si Debora, e cila mbante në duar një fshesë për të larguar Borën nga pragu. Kur ajo dëgjoi zërin e lypsit që po dridhej në tokë, diçka e fuqishme, një lloj goditje elektrike, ja përshkoi të gjithë trupin dhe shpirtin. Ajo e njihte atë zë më mirë se kushdo tjetër në këtë botë, sepse kishte 10 vite që e dëgjonte çdo natë në lutjet dhe në ëndrat e saj më të dhimbshme. Sofia u ndal në vend, fshesa i ra nga duart mbi Borë dhe me hapa të ngadaltë të rënd u afrua drejt lypsit të gjunjëzuar. Ajo u uq ngadalë në trotuarin e ftohtë, pa pyetur për rrobat e saj të pastra, dhe me dorën që i dridhe jashtë mase nga emocioni, i ngriti mjekrën e mbuluar me mjekër të pakrehur për t'i parë sytë. Kur sytë e tyre u takuan në atë dritë të ftohtë dimri, koha, era dhe çdo zhurmë rreth tyre sikur ndaluan për një sekondë të vetme. Arbeni hapi sytit me ruar dhe i shokuar kur kuptoi se përpara tij nuk qëndronte një e huaj, por nëna e tij, Sofia, e cila rrezatonte vetëm mirësi, shëndet dhe një dinjitet të madh që ai nuk ja kishte parë kurrë. Ai lëshoi një britm të mbytur dëshpërimi, u shem plotësisht në tokë dhe filloi të qante me dënesë e me klithma që të rëndonin shpirtin, duke u përpjekur të fshihte fytyrën e tij të shpërfytyruar me duart e pista nga turpi i tmerrshme që po e glatiste. Ai filloi të përplasej në gjunjë dhe të puthte këpucët e nënës së tij aty në mes të rrugës, duke bërtitur me zë të lartë se ishte një mallkim, një kafsh pa shpirt, dhe se Zoti e kishte dënuar me të drejtë për atë krim të tmerrshëm që i kishte bërë 10 vite më parë, duke ju lutur që të mos e shikonte në atë gjendje kaq të poshtëruar. Klientët e furrës dhe kalimtarët e shumt në rrugë u ndalën të habitur e të shokuar, duke parë atë skenë kaq dramatike dhe të pabesueshme që dukej si një film. Iliri, pronari i furrës, doli me shpejtësi jashtë kur dëgjoi klithmat, i gatshëm për ta larguar atë lypës që po shqetësonte njerëzit. Por Sofia e ndaloi menjëherë me një lëvizje të vendosur të dorës së saj, duke i bërë shenjë se çdo gjë ishte në rregull. Në sytë e nën Sofias rodhën lotë të nxehtë që ran mbi fytyrën e pistë të djalit të saj. Çdo grua tjetër, çdo person që kishte përjetuar atë tradhti atë dëbim të dhunshëm në mes të dimrit, mbase do të kthehej mbrapsht me përbuzje, do t'i kujtonte të kaluarën ose do ta pështynte në fytyrë për t'u hakmarrë për të gjitha netët e kaluara në stolat e parqeve. Por zemra e një nëne të vërtet nuk funksionon me ligjet e hakmarrjes njerëzore. Ajo është një humner e thellë dhe e pafundme, në fund të së cilës ndodhet gjithmonë, e paprekur dhe e pastër, falja e madhe. Sofia nuk pa përpara saj një tradhtar apo një njeri të ligë. Ajo pa djalin e saj, foshnin që kishte rritur me aq shumë unë, mish nga mishi i saj dhe gjak nga gjaku i saj, të shkatëruar, të uritur, të sëmur dhe totalisht të penduar në fundin e shoqërisë. Pa hezituar për asnjë moment, ajo ul plotësisht në gjunjën e Deborën e ftohtë, e mbështolli Arbenin me krahët e saj të ngrohtë, duke e shtrënguar kokën fort pas gjoksit të saj si atëherë kur ishte fëmijë dhe i foli me zërin më të ëmbël, më ngushëllues dhe më të ngrohtë në botë, duke i thënë që të ngrihej në këmbë, sepse vuajtja, vetmia dhe ndëshkimi i tij kishin mbaruar pikërisht në atë sekondë. Ajo i përshpëriti në vesh se ai ishte larguar prej saj kur kishte qenë i pasur dhe i verbuar nga parat,
por Zoti, në madhështinë e tij, e kishte sjellë sërish në pragun e saj tani që ai kishte nevojë jetësore për të, sepse shtëpia e saj e re, e ngrohtë dhe e bekuar, ishte dhe do të mbete gjithmonë edhe shtëpia e tij. Arbeni vazhdonte të qante pa ndalur mbi supin e nënës së tij, ndërsa Iliri ndihmonte të ngriheshin nga toka për t'i futur brenda në furrën e ngrohtë, duke kuptuar më në fund, përmes një dhimbjeje të tmerrshme por çliruese, se pasuria më e madhe dhe e vetme e vërtet në këtë botë nuk ishin muret e një shtëpie luksoze, makinat apo llogaritë bankare, por dashuria e pakushtëzuar e një nëne, të cilën ai dikur e kishte hedhur me përbuzje në rrugë, por që e kishte gjetur sërish duke e pritur me krah hapur, pikërisht aty ku e kishte lënë.